ndodhën rrjedhën e tyre, kishte problematika të mëdha në zbatimin e këtij projekti. Po. Këtu do të përmend edhe një fakt tjetër, të cilën unë gjykoj që është shumë i rëndësishëm për të kuptuar dhe për të marrë parasysh edhe nga institucionet e drejtësisë në rast të pakut. Shiko, Armela, do të kemi parasysh një gjë, që në momentin kur një shtet, në këtë rast Shqipëria, shkel traktate ndërkombëtare të rëndësisë veçantë, siç ishte rasti i ndërtimit të aeroportit të Vlorës, ku Bashkimi Evropian e shprehu qartë kundërshtimin e tij. Edhe në momentin kur ky aeroport do të mbarojë të rësisht në kohë, sipas të gjithë parametrave teknike, standardeve të pranuara, unë them që shanset që ky të vijej në përdorim në kohë të plotë ishin shumë të vogla. Dhe janë shumë të vogla. Po pse është i rëndësishëm ky fakt? Sipas jush për SPAK, pse do duhet ishte i rëndësishëm? Ja pse është shumë rëndësishëm, sepse imagjinoni për një moment një aeroport të mbaruar, të përfunduar, i cili nuk vihet në punë. Nuk vihet në punë. Kjo do të ishte një disfat shumë e madhe politike për qeverinë si nismëtare e ndërtimit të këtij aeroporti, së pari. Dhe së dyti, nëse do të marrim skenarin e lidhjeve korrupsioniste, do të thotë që ai që do të zotëronte aeroportin praktikisht nuk do të fitonte gjë. Përfshi këtu edhe ta quajmë përfaqësuesit potencialisht korruptiv të qeverisë që kishin dëmuar këtë koncesionar të fitonte këtë projekt. E kuptoj. Po. Pra, ky është momenti i duhur atëherë, thon këtë. Sepse kjo shkon edhe më sipër. Pse u ndërtua aeroporti i Vlorës pikërisht në këtë kohë? Nuk është rastësi, sepse kjo lidhet drejt për drejt, mendoj unë, sipas vlerësimit tim, edhe me projektin e Sazanit edhe të Zvërnecit. Pra për t'ia vënë në dispozicion resortit të Kushnerit. Në momentin kur, ose më saktë deri në momentin kur nuk ishte ngritur zëri i fuqishëm qoftë shqiptarëve, por edhe institucioneve ndërkombëtare të Bashkimit Evropian, mund të kishte përplasje midis ta quajmë aksionerëve me njëri tjetrin, por edhe me kërkesa të ndryshme që mund të vishin nga përfaqësues të qeverisë të interesuar për të marrë pjesë të aeroportit. Në momentin kur u bë qartë që projekti i Kushnerit nuk do të bëhet, pikërisht për shkelje të standardeve mjedisore të zonës Vjosnar, të parkut kombëtar të mbrojtur Vjosnar, është shumë e kuptueshme që edhe rëndësia dhe i njëjti fat do të ishte edhe për aeroportin e Vlorës. Të ndërtuar. Kështu që pra nuk do të vijë në punë, mund ta mbarosh, por nuk e operon. Ky vendim që ka ardhur nga qeveria shqiptare është i domosdoshëm pikërisht për këto, edhe për këtë arsye. Jo, është e kundërta. Domethënë, cila është ideja? Në qoftë se ky do të kishte vlerë, domethënë deri në momentin kur Bashkimi Evropian, po, e kuptoj. Faktori ndërkombëtar do ta pranonte ndërtimin e resortit të Kushnerit, pra të Zvërnetit, automatikisht do të thoshte që do të vijej në punë aeroporti. Fakti që ata e kundërshtuan, praktikisht edhe në momentin kur aeroporti ishte ndërtuar, vlera e tij ishte barabartë me zero, sepse nuk do të operojnë. Dhe kanë shumë të thjeshtë. Duhet më kuptoni për një dison kanë përvojë personale, në momentin kur ne lobuam, Konfindustria loboi në fakt fort, që në vitin 2017 për kthimin e zonës së Vjosnartës në zonë të mbrojtur. Ne pam rezistencën e madhe që bëri Bashkimi Evropian. Në bisedë konfidenciale me lobistë shumë të